Më pas dua sigurisht të falenderoj dritën e diellit që solli Çiproja jo vetëm sot, sepse sot ishte punë e përbashkët, ne sollëm ca diell nga Shqipëria, ju ca nga Çipro dhe më së fundi ky qytet grije i mërzitshëm shndriti. Njëherë, dua të falenderoj po kështu shtetet anëtare që kanë bërë një punë të jashtëzakonshme bashkë me Komisionin për t'i vënë të gjitha gjërat në linjën e duhur dhe të na sfidojnë. Është sfida më e madhe me cilën jemi përballur. E dim këtë, njohim magnitudën e saj dhe jemi gati të përballemi dhe them pa asnjë lloj përpjekjeje për të përvelur, për të kesh bashkimin evropian nga ana jote është një garanci që ja del dhe ne do t'ja dalim, do t'jemi antar të kësaj familjeje brenda kësaj dekade. Unë e di, e ndjej, do të luftoj për këtë gjë së bashku me ekipin ton dhe jam shumë i bindur që Marta nuk do të heq dorë nga kjo përpara fundit të mandatit të saj që përkon me herën e fundit që Shqipëria do të jetë jashtë kësaj shtëpie. Faleminderit.